A mund ta shesim apo të dhurojmë tokën e përfituar nëpërmjet ligjit 7501? Po, por ka disa lloj kushtesh praktike dhe ligjore për ta bërë veprimin të vlefshëm dhe të regjistrueshëm. Ja çfarë duhet të dini. Çështja e parë duhet të ndani nëse keni vetëm AMTP-n apo keni dhe certifikat pronësie. Pasi duhet të dini që AMTP-ja është një dokument prove i pronësisë, por nuk është certifikat pronësie. Nëse nuk e keni regjistruar ende AMTP-n tuaj, ju nuk mund të bëni kalimin e pronësisë me një kontratë të vlefshme. Pyetja tjetër që më vjen shpesh, a mund të dhuroj apo të shes me AMTP? Përgjigjja është jo. Ju duhet fillimisht të regjistroni pronën tuaj në kadastër. Vetëm pas regjistrimit në kadastër, ju mund të merrni certifikatën e pronësisë dhe të dispononi me pronën në mënyrën që ju doni, me shitje, me dhurim, me trashëgimi, në të gjitha mënyrat e parashikuara me ligj dhe që të jenë të vlefshme. Objekti i tretë që dua të shpjegoj sot është hapat për regjistrimin e AMTP-s. Verifikoni AMTP-n që ju dispononi në zyrat e bashkisë ku prona ndodhe, nëse është e pajisur me vull dhe me firmë zyrtare. Hapi i dytë, shkoni në zyrën e kadastrës ose nëpërmjet e-Albania, duke marrë me vete dokumentacionin e nevojshëm, si AMTP-ja origjinale, kartë identiteti, vërtetim nga njësia administrative që toka ndodhet ende në emrin tuaj dhe nuk ka konflikte, plan vendosje ose harta orientuese. Ruajini videon pasi në ekran do ju kaloj një model kërkese për regjistrimin e AMTP-s në kadastër. Nëse keni pyetje apo paqartësi rreth kësaj procedure, mund të më komentoni, të më shkruani në inbox apo në rrjetet e mia sociale. Faleminderit.